Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do t'jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Pas përfundimit të festave të fundvitit, pika kufitare Kakavijës ka shënuar fluks të shtuar lëvizjesh, kryesisht në dalje me emigrantët që po rikthehen në Greqi. Në 24 orët e fundit janë përpunuar mbi 10.000 shtetas dhe rreth 3.000 mjete. Fluks është regjistruar edhe në 3 urat përmet. Autoritetet kufitare vijojnë monitorimin për garantimin e sigurisë dhe procedurave kufitare. Bashkia e Këlqyrës ka mbyllur vitin 2025 me një sër investimesh të rëndësishme të fokusuara në përmirësimin e infrastrukturës publike, projektet të cilat vijojnë ende, përfshin si qytetin ashtu edhe zonat rurale. Sipas kryetarit të bashkisë Klement Ndoni, këto ndërhyrje nuk kanë vetëm karakter përmirësues, por shërbejnë edhe si nxitës të zhvillimit ekonomik lokal. Saranda ka mirëpritur lindjen e parë për vitin 2026. Almea, vajza e çiftit Alban dhe Mevlie Veçani, erdhi në jetë duke sjellë gëzim të madh, emocione dhe shpresë për familjen e saj dhe për gjithë të afërmit. Kjo lindje shënon një fillim të ri plot jetë dhe dashuri, duke e bërë Almean simbolin e parë të vitit të ri në qytetin bregdetar. Mes një marrëveshjeje të Universitetit e Qerem Çabej dhe Spitalit Rajonal Omer Nishani, studentët e infermierisë kryejnë tashmë praktikën profesionale në ambientet e këtij të fundit. Mes të rinjve që marrin eksperiencë nga bluzat e bardha, është edhe Dea, studente në vitin e 3 për mami. Ju njohim tani më gjerësisht. Pas përfundimit të festave të fundvitit, pika kufitare e Kakavijës ka shënuar fluks të shtuar lëvizjesh, kryesisht në dalje me emigrantët që po rikthehen në Greqi. Në 24 orët e fundit janë përpunuar mbi 10.000 shtetas dhe rreth 3.000 mjete. Fluks është regjistruar edhe në 3 urat. Autoritetet kufitare vijojnë monitorimin për garantimin e sigurisë dhe procedurave kufitare. Pas përfundimit të festave të fundvitit, qytetarë të shumë po largohen drejt shtetit Helen ku jetojnë dhe punojnë. Në pikën e kalimit kufitar të Kakavijës, fluksi në dalje është dukshëm më i lartë. Sipas të dhënave të 24 orëve të fundit, janë përpunuar gjithsejt 10.716 shtetas në hyrje dhe dalje, ku 7.643 shtetas kanë dalë nga territori shqiptar, ndërsa 3.073 kanë hyrë në territorin shqiptar. Pak është pak e mëzishme, losme, po çfarë të bëjmë? E kështë parashikuar këtë pritje? Jo, me të ndërtër jo. Asnjëherë. Herë pak që më do të thonë njerëz se para. Jemi të paktën në rëndësi që funksionojnë, punojnë dhe pahet me do vojmë pak do ikim. Do ikim të punë kemi ne. Ajo që pam sot është një gjë që asnjëherë nuk kemi ndeshur. Do me thënë kemi një orë që presim nga pjesa deri 100 metër dhe presim akoma. Dhe me një gjysmore. Si është? Se që ka me vesh, po. Për një trafik, që të bëni? Trafik të marë. E kishit parashikuar Jo. Se tim që na pret për para, që ka munges personeli, ku tim gjene, dokumentaciones, kontroles, si dim. Kemi 2 orë këtu e nuk e dim sa orë dorim akoma. Ne jemi populli thjesht, vim, vizitojmë njerëzit tanë, për hallet tona, shpenzojmë në Shqipëri. Pala shqiptare po punon me 5 sportele në dalje të territorit shqiptar dhe 2 në hyrje, ndërsa pala greke po punon me 2 sportele në hyrje të Greqisë dhe 1 në dalje. Rreshet e shiut kanë vazhduar edhe gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Gjirokastrës, duke sjellë vështirësi të ndryshme në disa rrugë, sidomos në zonat malore. Veçanërisht problematik mbetet aksi Tepelen Gjirokastër në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, ku autoritetet lokale po monitorojnë situatën dhe këshillojnë drejtuesit e mjeteve për kujdes maksimal. Rreshet e 24 orëve të fundit në qarkun e Gjirokastrës kanë sjellë problematika të izoluara, kryesisht në infrastrukturën rrugore dhe furnizimin me energji elektrike. Në bashkinë Tepelen, në orët e para të mëngjesit të datës 5 janar të këtij viti, janë shfaqur probleme në aksin rrugor Tepelen Gjirokastër, në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, si pasojë e rënies së inerteve nga shpatet e maleve. Aktualisht, rruga është e qarkullueshme me një kalim. Ndërkohë në fshatin Ivic,
Njësia administrative Kurvelesh në zonën e quajtur Vreshtan është evidentuar shkarja e dherave ku rrezikohen 4 deri në 5 banesa. Kontraktori është njoftuar dhe është në terren për pastrimin e inerteve dhe rikthimin e situatës në normalitet. Gjithashtu në njësinë administrative Kurvelesh është shënuar një ndërprerje e energjisë elektrike prej rreth 37 minutash, ndërsa aktualisht pa energji elektrike mbetet njësia administrative Qëndër. Autoritetet lokale janë duke monitoruar situatën dhe po paralajmërojnë drejtuesit automjeteve për kujdes maksimal gjatë gjithë qarkullimit. Në pjesë të tjera të qarkut, rreshjet kanë qenë më të dobta, por banorët paralajmërohen për lagështi të shtuar dhe rrëshqitje të mundshme të tokës në disa segmente rrugore. Shërbimet emergjente janë në kadishmëri për të ndërhyrë aty ku ka nevojë. Rreshjet pritet të vazhdojnë edhe gjatë orëve të ardhshme, ndaj qytetarët duhet të kenë kujdes dhe të ndjekin paralajmërimet e autoriteteve dhe të shmangin gjithashtu udhëtimet e panevojshme në zonat problematike. Ligjat e Bënjës, një nga pikat turistike më të vizituara në përmet, i janë nënshtruar një proces i rikualifikimi që pritet të përfundojë në mars të këtij viti. Punimet që po kryhen synojnë përmirësimin e shërbimeve, peizazhi turistik, si dhe për të krijuar një atraksion të zhvillimit të qëndrueshëm. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale foto nga punimet që po kryhen në këtë pikë turistike, që tërheq mira vizitorë vendase të huaj çdo vit. Ligjat e Bënjës po ndryshojnë pamje e kushte për të pritur me temena vizitore turistë të shumt në natyrën e tyre magjepse, shkruan Rama. Projekti për rehabilitimin e ligjave përfshin ndërhyrjen në infrastrukturën rrugore, ndriçimin dhe hapësirat përreth, duke synuar krijimin e një zone të integruar turistike me standarde bashkëkohore. Ky projekt është i ndarë në disa zona, të cilat përfshin hapësirën e parkimit, atë të kamperave, hapësira për piknik, një zonë të dedikuar shitjes së produkteve lokale dhe artizanale, zona e vaskave, një amfiteatër i konceptuar për aktivitete, si dhe një zonë shërbimesh ku do të ketë edhe dushe e dhomashveshjeje. Burimet e ujrave termal të Bënjës, apo siç quhen ndryshe ligjat e Bënjës, gjenden 14 kilometra larg qytetit jugor të Përmetit në komunën Petran, vetëm 3 kilometra larg nga vendi ku lumi Vjosa bashkohet me përrojnë e Langaricës. E veçanta e tyre është se këto janë burime të hapura në natyrë. Temperatura e këtyre ujrave është 26 deri në 32 gradë Celsius. Ky vend i rrethuar nga një natyrë e paprekur, paraqet një përzierje unike midis historisë, aventurës dhe natyrës. Përmeti është një mundësi më shumë për turistët që kanë mundur të shijojnë dhe të përjetojnë bukuritë e tij, si në turizmin kulturor, shëndetësor dhe atë ekologjik. Bashkia e Këlqyrës e ka mbyllur vitin 2025 me një sër investimesh të rëndësishme të fokusuara në përmirësimin e infrastrukturës publike. Projekte të cilat vijojnë ende, përfshin si qytetin, ashtu edhe zonat rurale. Sipas kryetarit të bashkisë Klement Ndoni, këto ndërhyrje nuk kanë vetëm karakter përmirësues, por shërbejnë edhe si nxitës të zhvillimit ekonomik lokal. Bashkia e Këlqyrë për gjatë vitit 2025 ka vijuar punën për përmirësimin e shërbimeve publike, zhvillimin infrastrukturor dhe rritjen e mirëqenies së qytetarëve, duke pasur në fokus nevojat reale të komunitetit. Sipas kryetarit të Bashkisë Këlqyrë, Klement Ndoni, prioritet kryesor është dhënë në disa drejtime kryesore, duke synuar zhvillim të qëndrueshëm dhe përmirësim të cilësisë së jetesës për banorët. Janë realizuar ndërhyrje në infrastrukturë rrugore, mirëmbajtjen e rrugëve lidhëse, hapësirat publike, si dhe përmirësime në ndriçim. Përveç, po themi, punëve të zakonshme dhe rutinë të bashkisë, ne kemi pas shumë projekte të rëndësishme, kur disa i kemi në zbatim sipër, disa projekte të cilat ne i kemi bërë gati për vitin 2026. Mund të përmend këtu një nga projektet më kryesore që tashmë ka filluar, që ne kemi pas problematik shumë vite më përpara, është shëtitoria e liçenit, ku po në atë rrugë që po bëhet në atë shëtitore, kjo rrugë shërben dhe për të shkuar tek varrezat e reja, të cilat ka qenë vërtet një rrugë problematike dhe njerëzit që vinin për të kujtuar të parat
asnjë vështirësi tek kjo pjesë. Në fund të ditarit informativ, do të ndiqni intervistën e plot që kryetari i Bashkisë së Këlqyrës Klement Ndoni ka dhënë për RTS Gjirokastra. Kalojmë tani në një tjetër informacion. Saranda ka mirëpritur lindjen e parë për vitin 2026. Almea, vajza e çiftit Alban dhe Mevlie Veçani, erdhi në jetë duke sjellë gëzim të madh, emocione dhe shpresë për familjen e saj dhe për të gjithë të afërmit. Kjo lindje shënon një fillim të ri plot jetë dhe dashuri, duke e bërë Almean simbolin e parë të vitit të ri në qytetin bregdetar. Një çift i ri, Albani nga Saranda dhe Mevlia nga Kosova, i ka gëzuar viti 2026 me fëmijën e tyre të parë. Të dy prindrit shprehin lumturinë e tyre për ardhjen në jetë të Almeas, një pritje ëmbël që u kurorëzua në atmosferën e gëzueshme të ardhjes së 2026-s. Një emocion i papërshkrueshëm, diçka e parë, do që ishte normale, lindi në orën 8:05 në darkë. Si apo përmëri? Almea. Bërëm një bashkim emrash, timen e të nusës e vendosë. Lindja e parë për 2026-ën ka qenë gëzim dhe parathënie për një vit të mbar për të gjithë stafin e maternitetit Kristo Kalivopullit të Sarandës, por veçanërisht për mjekun ginekolog Alex Pando, që bëri pritjen e fëmijës së parë të vitit 2026, që është i pari edhe për çiftin Veçani. Lindja e parë e vitit ishte në datën 2 janar, ishte një lindje normale, me ecurit të mirë. Edhe nëna edhe foshnja janë një gjendje shumë të mirë. Fëmija duhet ndjekur 3-4 ditë, se ditët e para mund të bëjnë ikter, atë ngjyrën e verë të ditëve të para ka të më shumë, dhe duhet ndjekur nga pediatri. Dhe zakonisht kemi 12 me 15 lindje në muaj, ka që është mesatar. Mesatarisht në këtë maternitet kryhen mbi 160 lindje në vit për rajonin nga Konispoli në Himar. Doktor Aleksi thot se ndjekja shtatzanive dhe lindjet kryen duke patur mbështetjen teknologjike nga aparatura e pajisje bashkohore dhe nga një staf i përgatitur e i përkushtuar. Kushtet në maternitetin e ri të Sarandës janë shumë të mira. U bë maternitet i ri me ambiente të mira, sala operatore e mirë, sala e lindjes shumë e mirë. Thjesht janë ato problemet që dalin me kalimin e kohës, që prishen ca gjërat që duhen rregulluar, duhet pasur kujdes. Vitin e kaluar kishim 162 lindje, gjithse, pothuajse sa edhe viti i mëparshëm, 2024 kishim 163. Pritet që lindja e parë e ditëve të para të vitit 2026 të shoqërohet nga lindjet e tjera të mbara e të shëndetshme, numri të cilave për muajin janar pritet të jetë çdo 2 ditë një lindje fëmije. Me rinisjen e procesit mësimor pas pushimeve të fund vitit, institucionet arsimore në Gjirokastër sot janë furnizuar me lëndë djegëse. Të gjitha kopshtet dhe shkollat funksionojnë në këtë bashki dhe ofrojnë kushte normale për zhvillimin e mësimit gjatë kësaj periudhe të ftohtë dimri. Sot shkollave u shkthyer gjallëria pas 2 javëve pushim, në to ka nisur procesi mësimor. Kjo ditë ka gjetur institucionet arsimore në Gjirokastër, të gjitha me ambiente të ngrohta, fal kujdesit të treguar nga drejtoria e arsimit në këtë bashki. U ndalëm në disa shkolla ku intervistuam nxënës dhe mësues të cilët u shprehën. Në shkollën tonë kemi ka kushte normale, sidomos në këto ditë të ftohta të dimrit. Kaldajat ndizen gjatë mëngjesit dhe klasat janë goxha të ngrohta. Ka ngrohje, e kryejmë mësimin në kushte shumë të mira. Kemi kushte shumë të mira me ngrohjen. Ne rrim shumë lirshëm dhe i heqim xhupat. Ne mësimin e bëjmë shumë lirshëm, jemi shumë të kënaqur sepse gjithmonë kemi ngrohtësi, kaloriferët asnjëherë nuk mungojnë naftën dhe gjithmonë na vjen në kohë. Që ditën e parë të fillimit të procesit mësimor, shkolla i ka ambiente të gjitha të ngrohta. Ne në shkollë funksionojmë me sistemin kaldaj me naftë, fal bashkëpunimit që kemi me drejtorinë arsimore pranë Bashkisë Gjirokastër, është bërë furnizimi në mënyrë periodike, asnjëherë s'kemi ngelur pa naftë në institucion. Kaldajat ndizen nga ora 8 deri në orën 12. Ambientet janë shumë të ngrohta dhe shumë normale për zhvillimin normal të procesit mësimor. Përveç ngrohjes, ne kemi nga kjo drejtori arsimore pranë Bashkisë një kujdes të veçantë për të gjitha problematikat që kemi në shkollë, si për ndryshimin në shkollë, për mirëmbajtjen e orientive, karikeve dhe tavolinave, dhe këtë periudhë të pushimit 2 javor që kishim nga nxënësit,
Nga kjo drejtori janë bërë gjithë ato punime të ndryshme në shkollë, deri tek lyerja e ambienteve të jashtme, të cilat ishin dëmtuara nga kushtet atmosferike. Këtë sezon dimëror, të gjitha shkollat dhe kopshtet në Bashkinë Gjirokastër e ofrojnë ngrohjen përmes kaldajave ku furnizimi kryhet periodikisht. Vazhdojmë me procesin e furnizimit të naftës që prej nëntorit, kontrollet për ngrohjen janë periodike. Deri tani nuk mungon ngrohja, po themi në asnjë shkollë, qoftë me naftën, qoftë me peletën, pothuajse jemi shumë mirë. Okej, në vazhdim po do vazhdojmë dhe me kontrollet, edhe me furnizimet, njësoj siç kemi vazhduar. Ngrohja funksionon rreth 5 orë. Ndizet diku tek gjysmore e para procesit mësimor që nxënësit kur vinë ta gjejnë klasën apo shkollën të ngrohtë. Bashkia Gjirokastër i ka në fokus institucionet arsimore ku me ndërhyrjet e herpasershme synon edhe ofrimin e një infrastrukture normale fizike. Gjatë vitit 2025, në qarkun e Gjirokastrës aplikuan mesatarisht 800 persona në muaj për ndihmë ekonomike dhe 90% e tyre përfituan mbështetjen e nevojshme. Shërbimi social vazhdoi mbështetjen për familje dhe personat më në nevojë, edhe pse pati një ulje të numrit të familjeve të trajtuara me 40 prej tyre, kryesisht për shkak të punësimeve të disa prej antarëve të familjeve. Gjatë vitit 2025, Shërbimi Social Shtetëror në qarkun e Gjirokastrës ka vijuar mbështetjen për personat dhe familjet në nevojë, duke siguruar ndihmë ekonomike për qindra qytetar. Sipas të dhënave zyrtare, në total janë komisionuar rreth 1500 persona me aftësi të kufizuar, të cilët kanë përfituar mbështetje nga institucionet shtetërore. Çdo muaj janë trajtuar rreth 700 persona me ndihmë ekonomike, duke përfshirë këtu edhe fondet shtesë 6% të dedikuara për nevojat specifike të kategorive më të rrezikuara. Gjithashtu, gjatë vitit që lan pas, është vënë re një ulje e numrit të familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike me rreth 40 familje më pak, krahasuar me fillimin e vitit. Ne kemi një ulje të numrit të familjeve në ndihmë ekonomike nga janari dhe në dhjetor të këtij viti, po ashtu kemi kryer me sukses komisionimet për rreth 1500 persona me aftësi ndryshe që i përkasin kategorive të aftësisë së kufizuar, si dhe kemi kryer aktivitetet me natyrë sociale, bashkëpunime të ndryshme, fushata sensibilizuese e të tjerë, gjithmonë në mbështetje të punës dhe veprimtarisë institucionit tonë. Shërbimi Social Shtetëror në qarkun e Gjirokastrës shprehet se do të vijojë të ofrojë mbështetje të qëndrueshme për shtresat më të prekura. Duke i siguruar përgjegjësinë për kushtimin në punën tonë të përditshme, në kryerjen e reformave dhe po ashtu të projekteve me natyrë sociale të cilat garantojnë përfshirjen dhe mirëqenien në komunitet. Vlera e kësaj pune në shërbim të këtyre kategorive është e pamat dhe pa çmuar, duke ju thënë një faleminderit dhe duke i motivuar edhe për vazhdimin dhe kryerjen me të njëjtën përgjegjësi edhe në vitin 2026. Çdo muaj pranë Shërbimit Social Shtetëror në Gjirokastër aplikojnë mesatarisht rreth 800 persona për ndihmë ekonomike dhe 90% e tyre kanë përfituar mbështetjen. Mes një marrëveshje të Spitalit Rajonal Omer Nishani dhe Universitetit e Qerem Çabej, studentët e infermierisë kryen praktikën profesionale në ambientet e këtij të fundit. Mes të rinjve që marrin eksperiencë nga bluzat e bardha, është edhe Dea, studente në vitin e 3 për mami. Është studente në vitin e 3 në Universitetin e Gjirokastrës, ku studion për mami dhe sot e gjejmë në maternitetin Dhimitër Çuçi, ku kryen praktikën. Dea e dashuron profesionin e saj dhe i përkushtohet orëve të praktikës për të marrë eksperiencë për krah bluzave të bardha që punojnë pranë këtij shërbimi. Kemi filluar praktikën, jemi viti 3 i universitetit, përmbyllim bachelorin për këtë vit. Praktikën këtë vit e kemi tek materniteti ndryshe nga vitet e kaluara, sepse jemi për infermieri mami dhe është hera jonë e parë në maternitet, me thënë të drejtën, deri tani duket shumë okej, dhe raste kemi parë aq sa mund të jenë lindjet në Gjirokastër. Edhe shpresojmë që të kalojmë mirë edhe për javët e tjera, duke qenë se është hera jonë e parë këtu. Është viti i dytë, kemi filluar vjet dhe është po i dyti vit që jemi këtu. Mund të them që janë shumë të vlefshme, se për pjesën e shkollës
nuk mund të them që s'është e vlefshme shkolla, po nuk është që të hynë kaq shumë në punë sa që të hynë praktika, sepse këtu ti ke mundësi ta shikosh gjën, ta prekësh, ta bësh vetë, ta mësosh dhe të udhëzoj stafi infermieror për çdo gjë që ti bën, dhe është thelbi i punës, është ajo ku ti mëson punën, mëson gjithçka që do të duhet nesër pas nesër kur të fillosh një punë tamam. Eksperienca ime këtu është shumë e mirë, më kanë pritur shumë mirë që nga vjet, edhe këtë vit kam darë pjesën më të madhe të ditës me këta, sepse unë orarin time kam patur 1:06, por sigurisht nga kënaqësia ime unë kam qëndruar dhe jashtë orarit, kam qëndruar dhe deri në 8, kam qëndruar dhe deri në 10, dhe kam kaluar shumë mirë me gjithë pjesën e stafit, qoftë për infermierët, qoftë për mjekët. Kemi ngrënë drekën bashkë, kemi kaluar shumë kohë bashkë, dhe për raste të ndryshme më kanë marrë Dea hajtë se ka një rast ta shofësh, Dea hajtë se do të mësojmë këtë, ke diçka që s'e ka parë do ta shofësh, do mësojmë diçka të re. Mundësi që i jep marrja një diplome në këtë fushë, 20-vjeçaria dëshiron të shfrytëzojë duke shtrirë profesionin e saj në fushën e estetikës. Unë mendoj të mbyll bachelorin këtu. Dëshira ime dhe plani im që shpresoj të më dalë është që të çoj masterin në Tiranë, dhe mendoj pastaj që mund të vazhdoj ndoshta specializime për fillera dhe botox, se është diçka që dhe më jepet dhe kam me shumë qejf, edhe pse jo. Infermierin, ajo e sheh si një degë që s'të lë pa punë pas përfundimit të studimeve, ndaj apelon që të rinjtë ta përzgjedhin pavarësisht se ka procedura të gjata deri në marrjen e licencës profesionale. Si deg është shumë deg e mirë, sepse është një deg që ti mund të kesh punë gjithkohës dhe mund të kesh punë kudo që ti të jesh, ndaç në Shqipëri, ndaç nëse ti ke planet jashtë Shqipërisë, ose në Gjirokastër, Tiranë, kudo që ti të jesh është një punë që nuk të lë pa punë, një profesion që ty nuk të lë pa punë. Dhe për sa i përket të rinjve, të paktën për këtu në Gjirokastër e marrin dhe pak kështu që është bërë si klishe që çaj je ti infermier, ka dhe që nuk e zgjedhin se përtojnë, se është ka pak procedurat e gjata, sepse ti nuk e kryen dot vetëm me një diplom, ti duhet të japësh provim licence në Tiranë, provim praktike në Tiranë, në shtet, dhe ka pak procedurë të gjata dhe nuk është zgjedhja e të gjithëve, po unë do thoja që ta zgjedhin, sepse të lejon shumë edhe të luash me masterin, ti ke opsione të ndryshme për çfarë ta çosh masterin, edhe në fund e gjitha ajo sakrifica që ti ke për 5 vite, 3 bachelori dhe 2 masteri që janë, në fund ti të shpërblet dhe nuk të del ndonjëherë për keq me këtë degën. Mes programeve që ofron Universiteti i Gjirokastrës, ato të infermierisë mbeten nga më të kërkuarat. Vitet e fundit të numrit të regjistruarve, çdo vit akademik varion nga 70 deri në 100 të dyja degët infermierie përgjithshme dhe mami. Kryerja e praktikës profesionale në Spitalin e Gjirokastrës realizohet fal një marrëveshje të nënshkruar mes Universitetit e Qerem Çabej dhe këtij institucioni shëndetësor. Me mbylljen e vitit 2025, Shqipëria thyer rekordin e një viti më parë duke kapërcyer shifrën e 12 milion vizitorëve me pasaport të huaj. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha e cilësoi këtë shifër si një rezultat që konfirmon konsolidimin e vendit si një destinacion turistik gjithvjetor. Gonxha tha se Shqipëria ka interes të qëndrueshëm përtej sezonit veror dhe me oferta të larmishme në turizmin kulturor, natyror, kulinar, sportiv dhe jo vetëm, duke forcuar pozicionin e saj në hartën ndërkombëtare të turizmit. Shqipëria është shëndëruar në një ofertë turistike të turizmit gjithvjetor me atraksione të gjitha llojeve. Në jug, plazhet me gur e ujë të pastër tërheqin numrin më të madh të vizitorëve, ndërkohë që në veri shumë vizitorë drejtohen për në Theth e Valbon, Gjirokastra, Berati, Butrinti, Kruja, Tirana, Shkodra e të tjerë. Janë destinacione të kërkuara në çdo stim për turizëm historik dhe kulturor. Gjithashtu, muzet dhe parqet kombëtare tërhoqën qindra mijëra turistë gjatë vitit 2025. Të nderuar shikues, kemi mbritur në fund të ditarit informativ. Dua t'ju rikujtoj edhe një herë se pas sigles përmbyllse do të ndiqni një intervistë të zgjeruar që kryetari i Bashkisë Këlcyr ka dhënë për RTS Gjirokastra. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë, miru takofshim.